Shqetësimi i madh është pjesa e kruajtjeve së syve dhe pjesa e të shtimave. Apo disa të shtima njëra pas tjetrës. Disa të shtima njëra pas tjetrës. Shoqërohen me sekrecione nazale? Me sekrecione nazale kam rrjedhje nga pasfyte, post nazal, po. Sëmundjet alergjike të stinës janë 3 më kryesore, është astma bronkiale alergjike, rinitja alergjik dhe konjunktiviti alergjik. Janë sëmundje që gjatë periudhës së pranverës, ato rëndohen si rezultat i alergjive stinore. Këto sëmundje, nëse ne duam t'i diferencojmë me njëra tjetrën, janë sëmundje që kanë një klinik pak a shumë të qartë. Rinitja alergjik ka të shtima, ka bllokim të hundëve, sekrecione nazale dhe të kruara të hundëve, që shoqërohet tash me një konjunktivitin që ka lotim, krye të syve dhe ndonjëherë dhe skuqe të syve. Ndërkohë që astma bronkiale pastaj është një formë tjetër e sëmundjeve alergjike. Gjitha këto sëmundje i përkasin rrugëve të sipërme respiratore dhe të poshtme respiratore, pra prekin sistemin respirator. Dhe astma alergjike shoqërohet me koll, me dispne, me wheezing ose fishkëllima që i themi. Që në këtë periudhë, duke qenë se është ambienti alergjik, rëndohet më tepër se pjesën tjetër të stinës. Po është e shpeshtë në fakt, sidomos për astmën bronkiale, në kuadër të virozave, sidomos të virozat të periudhës kanë qenë të tilla që shpesh herë të sëmundjet i kanë ngatëruar me virozat e stinës. Ndërkohë që dhe riniti alergjik në vetvete është pak e vështirë të diferencohet me rinitin në tërësi, kështu që duhet jetë një mjek specialist ai që diferencon një sëmundje alergjike nga një sëmundje jo alergjike. Por që nëse testohet, bëhen ekzaminime të përshtatshme, atëherë mund ta diferencosh shumë qartë kush është riniti alergjik dhe kush është jo alergjik, apo astma alergjike dhe jo alergjike. Sepse mund të ndodhi që faktorë të tjerë ta rëndojnë një astmë që s'është alergjike, por që ne konsiderojmë të tillë në varësi të klinikës. Sëmundjet alergjike jo vetëm në Elbasan, por në të gjithë Shqipërinë dhe në të gjithë botën janë në rritje e sipër. Moshat e alergjive janë kryesisht moshat e reja. Fillojnë që nga fëmijët deri në moshën 20, 30, 40 vjeçare. Këto janë moshat më të shpeshta të sëmundjeve alergjike, sepse në qoftë se kalojnë pastaj në mosha më të mëdha, janë patologji të tjera që duhen hetuar. Janë të rritura si sëmundje, pavarësisht se këtu kene jo të gjithë pacientët i drejtohen specialistit, është edhe mjeku i familjes, është mjeku RL apo në farmaci që marrin mjekime, por në tërësi sëmundjet janë në rritje. Duke i krahasuar statistikat e tona me statistikat botërore janë shumë të ngjashme, kështu që është gjithmonë në rritje, jo vetëm në Elbasan, por në të gjitha andej. Sëmundjet alergjike në përgjithësi janë të rrit. Jo faktor pastaj ka plot. Është ambienti i ndotur, janë faktorët gjenetik që ndikojnë, jetesa që ne bëjmë, por që sëmundjet alergjike janë të moshave të reja. Ndërkohë që me kalimin e moshës, pastaj janë patologji të cilat i përkasin moshës më të rritur. Këtë duhet që ta kemi të qartë kur vim te alergologu. Sëmundjet alergjike fillojnë që nga fëmijët e vegjël, sepse është një predispozitë e tillë që në qoftë se ke familjar të cilët kanë sëmundje alergjike që i përkasin sëmundjeve atopike, dermatiti atopik, riniti alergjik dhe astma bronkiale, shanset që familjarët e atyre personave të kenë sëmundje alergjike janë të larta. Pastaj ndikojnë mjedisi me të cilën e jetojmë. Ndotja është një faktor shumë i madh. Është e huria higjienës që sot jetojmë në kushte më të mira, social-ekonomike, dhe kjo ka ndikuar shumë dhe në rritjen e sëmundjeve alergjike. Gjë që ka ndikuar në aspektin global, por sigurisht që ka ndikuar edhe te ne. Rëndohet pa. Ndotja e rëndon.
jo vetëm astmën alergjike apo rinitin alergjik në fakt, në përgjithësi në të rësisë sëmundjet alergjike rëndohen nga ndotja. Po aq më tepër këto sëmundje që janë të rrugëve respiratore, nga ndotja industriale, por edhe nga smogu, ato rëndohen më tepër në krahasim me një zonë e cila nuk e ka këtë ndotje. Dhe kjo është vënëre shumë në sëmundshmërinë që ne shikojmë çdo ditë, si në fëmijët e vegjël ashtu dhe në adult. E para do rekomandoja që të përpiqeshin të shmangnin alergenët. Tani jo gjithmonë është e mundur një gjë e tillë, gjithsesi disa rekomandime janë. Të paktën të shmangin pikun e ekspozimit nga alergenët, që është nga ora 12 deri nga ora 2-3 mbasdite. Të përdorin syze dielli, të qëndrojnë në mjedise me ajër të kondicionuar, të përdorin filtra të përshtatshëm për alergenët. Pastaj, nëse këto nuk funksionojnë, të vinë te mjeku specialist për të marrë mjekim adekuat për sëmundjen që ato kanë. Sa më shpejt trajtohet sëmundja, aq më mirë ecën ajo. Dhe sot ka metoda shumë të mira të cilat i shmang plotësisht sëmundjet alergjike, që është vaksina alergen specifike. Në momentin që ne e vërtetojmë që kemi të bëjmë me një sëmundje alergjike nëpërmjet testeve kutane apo IgE specifike, atëherë ne kemi një armë shumë të fuqishme në dorë, që është vaksinimi, në mënyrë të tillë që këto fëmijë apo adult ta shmangin plotësisht ose pjesërisht simptomat që ato kanë, se mund të kenë simptoma të lehta apo të rënda. Mundemi që ne të luftojmë sëmundjen që jemi përballë.